Duket se është eklipsuar puna e parlamentit nga kjo protest, por parafolsja në fakt tha një projekt ligj të rëndësishëm siç është ai tokës bujqësore, i cili pritet në fakt që të kalojë në parlament dhe që kundërshtohet nga një pjesë e mirë e njerëzve dhe kryesisht atyre që e shohin si një rrezik të shitjes së tokës bujqësore tek huajt. Unë jam me Mehmet Murati, minatori vjetër i Nën Tokës. Sot kemi qenë me sindikatat, kemi sensibilizu, do me thonë dhe kemi kërku të rejtë e qeverisë, sensibilizojmë me protestën e rinis. Tani do të të vjarë. Ndaj minatorve është një diskriminim i rëndë. Çdo punëtor Nën Tokë që ka mbush vitet qoftë për punë dhe për mosh, me një pension qesharak, i cili ka bërë një jetë dhe punë shumë të rëndë në jetën e tij, kur hyn te brenda nuk dia ditë i gjallë. Pra, puna është e pavlerësuar. Zonja Balluku, ke vjedh sa s'ka më. Ku janë parat e tuja? Ku i ke shu parat e popullit? Duhet ja ktheni pensionet për mbushni detyrat, për të pensioniste pakat. Jam gamati dhe jam veti 4 vëlla që kemi bërë 100 vite punë Nën Tokë. Dhe sot kemi diskriminuar, nuk marrim as të 1000 euro të 4 bashkë. Pra, kjo është llogaria që duhet t'japi Edi Rama. Pjesa e rëndë i pjesa Liberishës. I besuam në 90-ën, i dham gjithë besimin, mbështetje, për të ndryshu. Ata i shtun, e rrafshun, pasurit, minjerat, malet, fushat, pyjet, fabrikat, dhe i qun pa adres, nuk di se ku janë. Dhe duhet t'japin llogari. Ndaj thirrja, Rama mbul, Berisha mbul. Mbul, Berisha mbul. Rama mbul, Berisha mbul. Rama mbul, Berisha mbul. I pëjthirje, gjithë minatorëve që jetojnë, fëmijëve të tyre, familjarëve, fëmijëve të besave, të mbushin sheshin për të rëzuki qeveri të korruptuar e cila nga ka fëtur në gjepa. Kemi punu në për vepra, thoni koni e nverhoqja vepra. I jo zotri, unë në kohën e rinis, kur ju jeni sot, ne kemi qenë atere. Kemi shku dhe kemi punu pa asë një shpërblim. Të me thënë, me nga një muj, me nga 2. Kemi bërë shërbimet të grushme, kemi bërë punë të grushme. Ato tonë pa pages. Dhe ato janë veprat tona. I mori Sali Berisha pas faqinëses. E tira ma bull, Sali Berisha bull. Do të kaloj ke pjesa e pronave për cilat këto kanë zatu bregdetin, malen, fushat, tjetët në maleve e gjitha. Unë që vlastu nuk jam pronar, por bashkëshortja ime është pronare dhe ka 22 dilim këtu në Kaldin Kavaj, nuk është trajtu me ligjin 7501. Këtë e them sepse e kam me fakte dhe tu të ndigjoj këtë dilin që këtu. A vëton? Sepse atje nuk ne janë të hynë, se janë oligarkët e tyre, prandaj ftoj të gjithë pronarët të bëhen bashkë në protestë me rinin për të nxjerrë qeverinë. Dhe qeveria e arshme që të vendoset nga kjo rini duhet t'japi
llogarit për çdo gjë, do ta bëj për sipër këtë situatë të rëndë që ka në vendi. Prandaj i bëjtari, thirrje e Tiranës, largon sa më parë, mos krijo incidente, sepse ti je i larguar pa një pa ty. E ketë kot, jetë zgjatja jote është kapim shkapin, por ti nuk do ta bësh këtë punë. A kupton, kjo rini nuk do të lejoj. Këta nuk janë mercenar, janë revolucionar. Ne do të lutojmë. Kam besimin e plot, jemi që nga vite e parë, në për 96, unë e shoh, me të vendosur shëshin, publikun dhe rinin. Prandaj, ju falenderoj gjithëve, pa mas, falenderoj që në jo të flasë, dhe uja në mbështetjet juaj, ftoj dhe bashkë kushatar dhe minator, pranar, ishpranar, që të dalin të protest për fitur drejtën e tyre. Falenderoj, gjithë mira. Respekt dhe përqit.